Java e fundit e kampionatit në ligën e parë të futbollit krahas betejave në terren në garën për titull dhe mbijetesë u karakterizua edhe me thirrje antishqiptare në shkallët e stadiumit në ndeshjen Vardari Bashkimi. Për te incidentit me kartonin e kuq në fund të ndeshjes, shqetësuese paraqitet mos reagimi i zyrtarëve kompetent të futbollit, të cilët nuk e dënuan këtë sjellje të shëmtuar të komitëve. KF Bashkimi përmes një komunikate njoftoi se kishte braktisur ndeshjen vetëm për shkak të thirrjeve antishqiptare. FFM-ja në reagimin e vetëm vrapoi të amnistoi referin e ndeshjes, duke anashkaluar pjesën kryesore, atë të thirrjeve antishqiptare. Deri tani nuk ka një reagim dhe nëse do të sankcionohet organizatori i ndeshjes, pasi nëpër video xhirimet e publikuara dëgjohen qartë thirrjet antishqiptare. Mos ndëshkimi i këtyre dukurive të shëmtuara padyshim se ka efekt domino dhe thirrjet e këtilla nuk shronjosen nga stadiumet e vendit. Krahas këtij episodi të shëmtuar, një tjetër njoftim iritoi pamas futboldashësit shqiptar. KF Shkëndija para ndeshjes me Sileksi njoftoi se shkaku i angazhimeve në Evropë kishte kërkuar shtyerje të ndeshjes, por ishte refuzuar. Të detyruar të luajmë në Baltën e Kratovës ndërmjet dy përballjeve më të rëndësishme të futbollit vendor në Kupat e Europës, ku qezinjt treguan karakter duke dalë me 3 pikë të mëdha, thuhet në komunikatën e Shkëndijës. Shtrohet pyetja se pse Shkëndijës ju pamundësua shtyerja e ndeshjes. Duhet të potencohet se pal rezultateve të kuqezinjve në këtë stinor evropian në sezonin 2026-2027 Maqedonia e Veriut do të ketë 4 skuadra në garat evropiane. Sërish shtrojmë pyetjen se kush është duke bërë më shumë për futbollin në Maqedoninë e Veriut dhe pse ky angazhim dhe këto rezultate nuk shpërblehen nga kompetentën të paktën me një shtyerje të ndeshjes. Është koha e fundit që të sankcionohen dukuritë e shëmtuara me thirrjet antishqiptare nëpër stadiume, kurse skuadra që përfaqëson Maqedoninë në garat evropiane të ketë një trajtim dinjitos. Të paktën në këtë mënyrë, mbase mund të zbehen episodet për simpati ndaj Vardarit dhe pohimeve se FFM-ja për dikant është nën e për dikant tjetër njerëk.